E dënuar për përfitim të 1 milion eurove, apeli heq arrestin për biznesmenen e njohur. Gjykata e apelit ka hequr masën e arrestit në shtëpinë ndaj biznesmenes Elisabeta Dosti. Dosti u dënua nga gjykata me masën arrest shtëpie në ndyshimin se kishte përvetësuar dhe transferuar në mënyrë të paligjshme pasuritë e një shoqërie të privatizuar duke përfituar 1 milion euro ndaj aksionerëve të tjerë. Në një njoftim zyrtar nga Prokuroria e Tiranës theksohej se ajo dyshoi për falsifikim të dokumentave dhe të pastrimit produkteve të veprës penale apo veprimtarisë kriminale. Pas vendimit të gjykatës apeli, Dosti shprehet se ky vendim përbën një akt të qartë të drejtësie dhe rrezon bazën mbi cilën u ndërtuan akuzat publike. Nuk kam kryer asnjë veprim të paligjshëm, nuk kam përvetësuar pasuri, nuk kam falsifikuar dokumenta dhe nuk kam dëmtuar interesat e askujt. Çdo pretendim i kundërt ka qenë i pabazuar, deklaroi ajo.